Se për shembull këtu në Michigan na kena fatin se jo gjithkohë në vendet nëpër botë ku janë shqiptarët, na kena përmend disa herë, nuk është komuniteti gjithkohë i njëjtë. Na jena shumë më fat që na jena ty rrit fëmijët tonë në një komunitet që është shumë i bashkum, i mall. Kena përmend, kena kishat tona, kena xhamit tona. Këto institucione. Kanë mundsinë fëmijët tonë që me dash, me pas kontakt me shqiptar. Se kur ti nëse je, po them Meksik, edhe shkon emigron në Meksik, ti s'ki që me bo, fëmija ka me ta marrë Meksikanin, se aty e ki që. Tu e ka mundësin, në qofë se nuk e në për shtetet tjera, se jo për shembull jo të tanë, për shembull ke Michigani, New Yorkun, Boston, Chicago, që janë komunitetet mëdha. Po me kanë Utah, që Nebraska, këtu rinia ka mundësin, për bahen dasma, bahen party, bahen gjana, kanë mundësin mu njoft një me tjetrin, shkojnë në për shkolla bashk. Qoftë se ata e vendosin që mos me marrë shqiptar, nuk dhe me thanë që nuk i është dhanë mundësia, por ose e kanë pas fatin aty, ose thjesht nuk i kombinan ato gjanat me shqiptarin edhe kanë mendime komplet ndryshme.